Lideri i LSDM-s Venko Filipçe ka deklaruar se në takimin e djeshëm me kryeministrin Hristijan Mickoski janë dakorduar që të bashkëpunojnë në agjendën reformuese për planin e rritjes, në të cilën grupi i parë i ligjeve janë në fushën e drejtësisë, energjetikës, kulturës dhe digitalizimit. Ai edhe një herë u ka bërë thirrje për takim liderëve të të gjitha partive parlamentare. Filipçe sërish mohoi se bëhet fjalë për një takim monoetnik, duke theksuar se kur bëhet fjalë për interesin e shtetit, palët nuk duhet të ndahen. Takimi shkoi mirë dhe duhet të them në mënyrë konstruktive. Ne morëm një qendrim të përbashkët për ta nisur atë, për të gjetur një mënyrë për të punuar në agjendën e reformave, sikur më parë, duke ndjekur shembullin e demokracive të zhvilluara. Suedia ka një shembull të tillë, Gjermania ka një shembull të tillë. Ne do të vazhdojmë të jemi politikisht ndryshe, por kur është fjala për shtetin, duhet të ulemi të gjithë bashkë dhe të zgjidhim problemet. Duke folur për reagimet e partive nga bloku shqiptar, Filipçe tha se thirrja ka qenë për të gjitha partitë. Kam bërë thirrje për mbledhje të kryetarëve të gjitha partive, një nga kryetarët e një partie shqiptare, tha se do të ishte humbje kohe dhe tani po na akuzojnë për një lloj takimi monoetnik. Takimi lindi nga tragjedia e Koçanit, kur pam se ka çështje të rëndësishme për zhvillimin e shtetit, për të cilat duhet të bashkëpunojnë të gjitha subjektet politike, pavarësisht nëse kemi prapavit të ndryshme politike. Politika që i kemi zbatuar dhe planifikojmë të zbatojmë në të ardhmen. Në takimin e djeshëm, siç tha ai, ka përfaqësuar LSDM-n dhe janë takuar si lider të dy partive më të mëdha në bllokun Maqedonas.